për krejt punë, qysh i ki, edhe qysh i kem, se kur marrë shembull një, kjo nënkupton shumicje tonë, domethënë për krejt i ki fajet vetë, për politikën që zgjedh, për votën që ai jep, për mundësinë që jep dikujna me u tall me fatet e tona, domethënë fajet i kemi vetë. Vetë na i bëjmë. Pastaj vjen një situatë që po të jetoni, ku gjëja merr tjetër dimension dhe për ta kthyer në pikën ku ka qenë, është goxha problematike. Për ata politikanët e mi, e t'jujt, e ju të votues të dashur, kur i votoni, lexoni programet, shifni a ka ndonjë program, mos i hani forët e videove që dalin e urojnë një Ramazan, e urojnë një Bajram, nëse është kampanja afër zgjedhjet dhe i bjen Bajrami e Ramazani, shkojnë edhe falen në xhami ka 2-3 herë, ka 3-4 rekate, edhe ma kur si shes sepse e marrin pozitën edhe lanat tonë për në zgjedhjet e ardhshme.